ndaj disa shteteve përfshirë këto edhe Kosovën, do të flasim në vazhdim me profesorin e ekonomisë Shkumbin Misini. Zotri Misini, fillimisht përshëndetje. Përshëndetje. Atëherë si e keni parë një vendim nga ana e presidentit Donald Trump për të vendosur këto tarifa. Cili pritet të jetë ndikimi tyra? Bota është duke shkuar në drejtim të panjohur. Këtë kam thënë para disa jave në një emision televiziv në Koavizion. Dhe kështu që po ndodh një gjë e tillë. Dhe kemi shumë variabla të cilat janë të panjohura për të ardhmen. Si nga fusha ekonomike, ashtu nga fusha e sigurisë, e investimeve etj. Sa i përket pyetjes konkrete që ju e bëni, është që Kosova është kështu prej nga viti 2022 kemi zvogëlim të eksportit për vendet e Shtetit të Bashkuar të Amerikës. Kjo që një zvogëlim shumë i madh. Domethënë, dallimi mes 2023 dhe vitin 2024 kemi një zvogëlim nga 106 milion euro që kemi pas eksport në Shtetet e Bashkuara të Amerikës ka rënë në 40 milion. A do ndikojnë drejt për drejt në tek shitja e produkteve të Kosovës në vendet e Shtetit të Bashkuara të Amerikës, këtë do të ketë efekt sinxhiror për shkak që nëse rritet çmimi që taksa prej 10%, rritet çmimi i produktit për 10%. Dhe në mënyrë automatike ndikon në zvogëlimin e kërkesës të konsumatorëve për atë produkt. Dhe në mënyrë automatike zvogëlon hyrat e bizneseve kosovar, të cilët kanë eksportuar në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, që kryesisht kanë eksportuar domethënë tekstil, më shumë dyshek dhe një pjesë e vogël që ka qenë të disa produkteve të mobilerisë. Që efekti do të jetë anësor edhe pse ne do të përgjithësi do të me lyp pse për çfarë faktorë kanë ndikuar që nga viti 2022 në 2024 kemi zvogëlim drastik të eksportit në Shtetet e Bashkuara të Amerikës pa na vënë taks pare Amerika. Që për një taks të tillë ka me ndikuar drejt për drejt tek bizneset kosovare, sidomos të cilët kanë qenë eksportues të tekstilit në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Pra pak më parë pamë dhe lajmin që presidenti Osmani dhe ka kërkuar qeverisë që t'i pezulloj tarifat e importit për produktet amerikane. Si keni parë mbasi këtë kërkesë nga ana e presidentës? Unë mendoj që politikë bërësit kosovar janë më shumë veç për deklaratat i bojnë veç për konsum të brendshëm dhe konsum politik, por nuk i bojnë për një strategji të periudhës afatgjatë. Sepse presidentja është dashur të mirët më herët me një analizë të tillë se Kosova nuk ka një eksport në vende të ndryshme, nuk do të thotë veç në Amerikë, në vende të ndryshme të botës. Ne më shumë jemi importues. Disbalanci mes eksportit dhe importit është shumë i madh. Kështu që për këtë arsye jemi vendi më i varfër në rajon, vendi me papunësinë më të lartë në rajon dhe vendi më pa perspektivë në ballkonin perëndimor. Kështu që besoj që presidentja, po nuk do të thotë veç presidentja, edhe partitë të tjera opozitare, edhe qeveria për qytetarin e Kosovës, për biznesin janë inekzistente, sepse nuk e kanë subjekt qytetarin, as bizneset e kanë subjekt si qëllim kryesor përfitimet e tyre një grupi të vogël caktuar dhe interesit personal. Profesor, sigurisht këto tarifat të presidentit Trump pra përfshin shtete të ndryshme. A pritet të ketë një valë të re të inflacionit pas kësaj mase? Që ne ashtu kështu në kohët e fundit, sidomos pas luftës Rusi-Ukrainë, ne kemi pas një inflacion kogjo shumë të madh. Dhe sidomos prekën më shumë të vendet që janë më të varfra dhe vendet të cilët kanë import shumë të lartë, siç është rasti i Kosovës. Mirë po, shtetet të cilat kanë një paaftësi totale të mbikëqyrjes së sistemit politikave fiskale dhe monetare nuk kanë aftësi menaxheriale për me zbutë këtë inflacion. Dhe një gjë të tillë po na ndodh neve. Veç në vitin 2020-2024 kemi një rritje drastike të produkteve elementare. Domethënë veç produkteve elementare, 3 produkteve elementare kemi rritje të produktit mbi 61%. Domethënë kjo dikon drejt për drejt në kostin e jetesës. Sa i përket masave të cilat është çka i ndërmerr presidenti Trump,
Kjo është, unë e thash edhe pak më herët që kemi me shumë variablat e panjohura, masat proteksioniste të cilat i ka marrë presidenti Donald Trump, do ndikon sidomos në vendet e varfra, siç është rasti i Kosovës, në rritjen e inflacionit. Sidomos në rastin e Kosovës. Po do të ketë efekt edhe për vendet e ndryshme të botës, që imagjino sot vendet e Bashkimit Evropian janë të shtjellu problematikët se që ka vënë taks, se sa do të ndikon në kostin e jetesës aty. Imagjino ne çfarë gjendje jemi kur ne jemi veç konsumues dhe importues. Në numër shumë, në vlerë shumë e vogël e mjeteve monetare që mujna me këtyn fitim të eksportit. Përveç kësaj, ajo me cilën faktikisht po ballafaqohen së fund me qytetarët e Kosovës është edhe paralajmërimi për rritje të çmimit të rrymës. Sa do të jetë e përballueshme një gjë e tillë, marr parasysh edhe pagat, por edhe standardin në Kosovë? Që po ta analizojsh standardin tona ose mirëqenien standardin e jetesës së qytetarëve kosovarët janë tonat më të ulta dhe mirëqenien më të ulët socioekonomike kanë në raport me vendet e tjera të Ballkanit Perëndimor. Dhe mirë po është shumë e çuditshme, si ka mundësi që produktet ne tonat i kemi Libijës, tonat për kokë banori, ndërsa kostin e jetesës për produktet elementare i kemi më të larta se në vendet më të zhvilluara të botës. Këtë pyetje do të më javë politik bërësve, të cilët na mashtrojnë me shifra dhe na japin projekte dhe propozime të kota, të cilat mbeten vetëm lete. E dyta, si kish mujt me ndiku kjo të rritja e inflacionit, të thënë parashihet që sipas Fondit Monetar Ndërkombëtar, projekcionet e Fondit Monetar Ndërkombëtar parashihen që në vitin 2025 ka me pas inflacion prej 2%, pa e përfshi çmimin e energjisë elektrike. Në qoftë se në 4 vitet e fundit kemi pas rritje të energjisë elektrike për 122%, atëherë ne shtohet një pyetje apo bëjmë jetën më kualitative apo vështirësojmë jetën tonë. Sepse në qoftë se ngritet çmimi i energjisë elektrike ndikon në inflacion të përgjithshëm, ngritën çmimit të produkteve të tjera. Dhe kur ngritet çmimi i produkteve të tjera, godet më shumë të shtresat e varfra, shtresat e cilat kanë tona më të ulta, gryn fuqinë blerëse dhe zvogëlon standardin e jetesës që drejt për drejt çon në zvoglimin e kualitetit të jetës. Dhe shtrohet një pyetje, ne prej 2020-s deri në 2025 janë 5 vite. Në vend që me pas një kualitet jetës pak më të mirë, neve më na vështirësu, sepse mjetet financiare të cilat ndon për energji elektrike, që kemi pas dikun në rritje mesatarisht 125% të energjisë elektrike, që ato mjetet që i ke do për konsum, ti nuk mundesh me do për konsum, po dush me do për shpenzimit të energjisë elektrike. Dhe e treta është shumë e çuditshme është çysh ka mundësi, ne jemi vendi i 4 në botë dhe i dyti pas Gjermanisë me thëngjell dhe ne nuk kemi mundësi ta shfrytëzojmë një gjë të tillë për riprodhim të energjisë elektrike apo të përkthimit në gaz natyror apo në naftë. Dhe është shumë e çuditshme në tregjet botërore kemi një zvoglim, sidomos nga marsi i vitit 2023, kemi një zvoglim të çmimit të energjisë elektrike në bursa ndërkombëtare, tek ne vendi më i varfër, me papunësinë më të lartë, me emigrim më të lartë, ne tek ne po shkon të rritjen e çmimit të energjisë elektrike. Profesor, çfarë duhet të bëjnë institucionet në një rrethant të tillë? Po. Edhe e katërta vish të këshillu ta përfundoj. Patjetër. E katërta, Zvicra tonat për kokë banori ka më të larta në botë, pas Luksemburgut dhe Norvegjisë. Dhe në Zvicër nga 1 janari 2025 është zvoglu çmimi i energjisë elektrike për 10%, ndërsa ne në Kosovë për rrisnin çmimin e energjisë në një vend të varfër. Dhe të kërkoj falje se pyetjen s'mund ta më ndëgjoj se kesh dhënë komente. Edhe një lutem pyetjen. Çfarë masash duhet të marrë në këto rrethana institucionet? Dhe gjithashtu dua t'ju pyes edhe për pjesën e reagimeve, ka pasur sigurisht kundërshtim nga aktivistë, nga shoqëria civile, po ashtu ka qenë edhe një reagim nga presidenca që të mos ketë rritje të çmimit të rrymës, por një gjë të tillë nuk ka pasur nga ana e qeverisë.
Që unë e kuptoj presidentën, që tash po linda të puna e presidencës, sepse presidentja 2 ditë pa kalu mandati i komente dhe diskutimeve, nëse të gaboj me 26-in, e ka dhënë një deklaratë të tillë dhe një parti opozitore ka shkruar një statut, një shkrim në rrjetet sociale, që nuk mjafton një gjë e tillë. Nuk e di çysh nuk funksionojnë këto institucione shtetërore në mes veti, për me orën në ujdi ose një marrëveshje të cilën në farforme në interes të qytetarit. Sa i përket analizës që e bëna që shoqëria civile, unë përshkruaj që shoqëria civile është shumë më aktive se sa vetë opozita apo lider të institucioneve shtetërore. Unë e mendoj që me qëtunën, nëse zgaboj, është protesta dhe duhet të dalë në mënyrë masive në protestë që ta anullojnë apo mos ta aprovojnë vendimin me rritje të çmimit të energjisë elektrike, sepse kjo ka efekt shumë anësor. Ka shumë efekt anësor. Spari nuk e kanë të qartë, nuk kemi një strukturë të bizneseve, se të cilat biznese do dalin. Që ju jeni media vetë, i keni mbi 50 punëtor. Nuk mundi ju me dalë në treg të lirë, kur te keni grup kompanive shumë të vogël që mund me ofru një energji. E para dhe e dyta, nuk konsumoni ju si media energji elektrike në proporcion me një kompani që është tregtare, apo shërbyse, apo një kompani prodhuese. Do thënë, mas shumë të dëmtohen për energjisë elektrike, rritjes së çmimit të energjisë elektrike, konsumator, qytetar, që në fundet e paguajnë faturën qytetari, dhe e dyta, kompanit prodhuese, sepse kompanit prodhuese konsumojnë më shumë. Kështu që mungesa e transparencës nga institucionet qeveritare, konkretisht nga ZRE, apo ZRE e ka zgjedh leadershipi i Kosovës, nuk ka ardhur prej vendeve të tjera. Dhe përgjithësinë duhet më kërku nga leadershipit. Çaj leadership të cilën e ka propozuar ZRE-ja dhe ZRE-ja e miraton çat vendim. Dhe ne në vend që të ofrojmë mundësi që bizneset të kenë kushte shumë më të mira, favorite për prodhimin e produkteve që ne mos jemi konsumues dhe importues, ne të kundërtën po bëjmë. Do të thënë, imagjino që pa një plan konkret dhe ti i qet para oktit krym edhe bizneset që në fund ditës përsëri në qoftë se rritet çmimi i energjisë elektrike, çaj biznes, çaj media apo diçka do të arrit koston operative. Kur arrit koston operative, produktin që të ta ofrojnë në treg, do të ofrojnë me një çmim këtë tjetër. Dhe në fund do të vje borra qytetarit. Dhe e treta, ka edhe një indikator tjetër, sepse biznese në ashtu kështu kemi bizneset vogla. Dhe në vend që të kemi një strategji për stimulim të këtëne bizneseve, këto i detyrojmë këto biznese të largon nga Kosova. Si të mos kompanit prodhuese. Mirë, profesor, faleminderit shumë për shkak të kohës, duhet ta ndërprejmë këtë intervistën. Falenderoj shumë dhe një herë. Me kënaqësi. E kur jemi tek pjesa e rritjes së çmimit të rrymës, aktivistët e nismës Asnjë Cant më shumë protestuan sërish